Teherani zyrtar ka reaguar kundër vendimit të Shqipërisë për të pranuar edhe 2.000 iranian të tjerë pas vizitës së John Kerryt në Shqipëri. John Kerry çon terroristët në Shqipëri, ka komentuar radio shtetërore e Iranit lidhur me këtë çështje. Radio shtetërore iraniane shton mëtej se organizata opozitare iraniane e konsideruar si terroriste nga Teherani do të transferojë kampin Liberty Liria në Irak dhe do të ndërtojë një të tillë të madh në Shqipëri. Vendimi serioz i qeverisë së Irakut për dëbimin e organizatës terroriste Mujahedin Khalq nga territori irakian, si dhe irritimi i popullit irakian ndaj pranisë së terroristëve të këtij grupi në vendin e tij, i detyroi ata të kërkojnë një bazë të re për të vendosur. Me ndërmjetësimin e Amerikës u zgjodh Shqipëria që të jetë vendi i ardhshëm për pranimin e terroristëve të organizatës në fjalë, komenton në radio iraniane. Faktor tjetër që ndikoi në dërgimin e terroristëve të organizatës në Shqipëri, sipas saj janë edhe ligjet shqiptare, të cilat dallojnë nga ligjet e vendeve të tjera europiane dhe ju japin mundësi krerëve terroristë të organizatës që të kontrollojnë në mënyrë të ashpër pjesëtarët e saj. Burime informative kanë bërë të ditur edhe veprimet tek këtij grupi për zgjerimin e bazës së tyre në Shqipëri, duke bler objekte më të përshtatshme. Përveç kësaj, sipas radios shtetërore të Teheranit, po bëhen përpjekje të mëdha që në Shqipëri të transferohen edhe disa pjesëtar të grupit terrorist Mujahedin Khalq, që janë të përndjekur nga Interpoli. Kjo dëshmon qartë se edhe kreu i organizatës terroriste në fjalë po përgatitet të transferohet në kampin e Shqipërisë. Përfundon komenti i radios shtetërore të Iranit.